që pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako është shfaqur shumë pak në rrjetet sociale, por me paraqitjen e fundit, ajo i ka surprizuar ndjekësit e saj. Gjatë kësaj kohe, këngëtari ishte duke punuar për projekte të reja, që ka paralajmëruar se do të vinë shumë shpejt. Jeni gati për tjetrën? Shumë shpejt, ishin fjalët e Egli Takos, teksa ndodhen në makinë duke vozitur. Kujtojmë se Egli është njëra nga personazhet më të ndjekur ato momentit dhe me sa duket për këtë po kujdeset që të jetë më pranë fansave të saj, dhe kjo përmes muzikës. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se marrëdhënia e saj me Gjesin me sa duket është mjaft e komplikuar dhe daljet e tyre janë të pakta, ose ndoshta po ruajnë lidhjen larg syve të publikut.